Në Shqipëri shumë nga historitë e korrupsionit nuk fillojnë me miliona euro dhe afera ndërkombëtare. Shumë prej tyre fillojnë me një tender të vogël, me një projekt social, me një fond për familjet e varfra, me rikonstruksion shtëpish apo me ndihmë për komunitete në nevojë. Në letër këto projekte duken si ndihmë për njerëzit, por në realitet shpesh kthehen në tendera të dyshim dhe para publike që përfundojnë në duart e kompanive të lidhura me pushtetin. Një histori e tillë është edhe tenderi i Bashkisë Klos për përmirësimin e banesave të familjeve të varfra, një tender që në dokumente rezulton me flamur të kuq për korrupsion dhe që përfundon kështu në duart e kompanisë së biznesmenit Nazif Bajrami. Kryetarja e Bashkisë Klos, Valbona Kolaja, beson kompanisë të Nazif Bajramit rregullimin e shtëpive të familjeve të varfra. Tenderi i zhvilluar për këtë qëllim jo vetëm që rezulton me shkelje të rënda të konkurrencës, por firma Bajrami në SHPK rezulton në hetim nga SPAK për pastrim parash dhe e skeduar në disa raste nga kontrolli i lartë i shtetit për mashtrime me faturat dhe situacionet e punimeve publike. Kuptohet se Nazif Bajrami ja ka gjetur anën Bashkisë Klos sepse nuk ka se si shpjegohet ndryshe trajtimi i kompanive pjesëmarrëse në këtë tender ku favorizohet haptazi kompania Bajrami në SHPK dhe skualifikohen të gjithë operatorët e tjerë. Open Data Albania e përshkruan këtë tender me formulimin: skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit, skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Procedura është shënuar me një flamur të kuq që është treguesi i riskut të korrupsionit dhe mungesës së konkurrencës reale. Bëhet fjalë për tenderin e Bashkisë Klos me objekt përmirësimi i banesave për komunitetet të varfra dhe të pafavorizuara. Askush nuk e di listën e familjeve përfituese. Askush nuk e di sa shtëpi do të rikonstruktohen.